Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve në Milano nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit, duke shënuar një hap të rëndësishëm në transformimin e shërbimit onkologjik shqiptar. Ministria e Shëndetësisë Evis Sala theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi në ndërtimin e një sistemi shëndetësor modern, europian dhe të orientuar drejt pacientit. Ky partneritet strategjik afatgjat sjell në Shqipëri ekspertizën e një prej qendrave më të rëndësishme onkologjike në Europë dhe krijon bazat për një transformim të thellë të mënyrës se si diagnostikojmë, trajtojmë dhe ndjekim pacientët me sëmundje onkologjike. Përmes këtij bashkëpunimi do të fuqizojmë kapacitetet profesionale, do të standardizojmë protokollet sipas politikave më të mira europiane dhe do të integrojmë teknologjitë më të avancuara. Ndër të tjera, Ministria Sala theksoi se ky partneritet pasqyron reformat që po ndërmerren në sistemin shëndetësor të vendit tonë. Më shumë investim në dije, më shumë inovacion, më shumë cilësi dhe më shumë mundësi për pacientët shqiptar. Reformat që po ndërmarrim nuk synojnë vetëm të përmirësojnë shërbimet, por të afrojnë Shqipërinë me sistemet më të avancuara shëndetësore të Europës. Partneriteti mes QSUT-s dhe Institutit Kombëtar të Tumoreve në Milano mbështet krijimin e rrjetit kombëtar onkologjik shqiptar, duke garantuar standarde të unifikuara të kujdesit dhe akses të barabartë në shërbimet onkologjike për pacientët në të gjithë vendin.